është ka mirë me pas transparencë që mos më ardh deri te problemet, Po ne edhe problemi kryesor janë te kontratat që si këshyrin që kanë nënshkruajnë. Nuk i lë fajtor. Në eufori, a? Po, nuk i lë fajtor distribucionet ose labellat se nuk të ka qit alltin kryaj me thonë nënshkruaje. Do të thonë e ke bëu me vetë dëshirë. Po tani pse ti ndrën menim mas një kohës, nuk është fajt e label as te distribucioni. Na është që dhëz pa prit, a? Po nuk e di tash dhëz pa prit ajo, po ti duhesh mu kon vigjilent për çka po nënshkruan. Ajo po në menoj edhe dyqysh në artista bota jo në dyqysh është shumë ma shumë se një kontrat, adin? Edhe pse me bloku dikon. Për çka dyqysh, adin? Së mdo këtë shumë shumë mirë, s'po di që më të thonë, është ma mirë me pas pak ma njerëzillak me një anë. Po thuj që nuk okej të letra, ama kur dikur s'dën me najt, it's okay. Po nejso në s'po di që ka nënshkru, veç po menoj që po folëm përgjithësi, nuk po folëm po menoj që nashta nuk është mirë me bloku artistin. Përgjithësi, kontrata nuk një emocion. Për që ta buhet kontratë. Se nuk është njëri, është ligj që ti tash me vëzit 200 orë mi thon policit, falme valla se ti e njëri emocionohu pak. Apo kupton, do me thonë kontrata nuk ka emocion, ti dush me këshyr që ka nënshkruan. Edhe mi ditë edhe pasojat se çka mundot me ardhmë në të ardhmen. Nuk ka kont se është njëjtë sikur në Amerikë, për shembull Dua Lipa ka kontratë, edhe njerëz nuk e dinë që Dua Lipa i fiton vetëm 19%. Ti e sheh suksesin, nuk e sheh njerëz që punojnë mbrapa sajna. Që janë për shembull ndoshta me mia njerëz që punojnë për me ardha ajo që ti ku është. Është vetë kjo pa në Kosovë, Jean Amerikë menaxheri gjysmë, po. Është se nuk e din sistemin që funksionon. Kush e ka bu klipet, kush e ka bu këngë, kush e ka bu se audienca gjithmonë lidhet me artistin. Nuk e din për shembull sa ka hek dikush mbrapa artistit për me pru atë aty ku është ai.